Punimet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat rurale të Bashkisë Lezhë po vijojnë në disa njësi administrative. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, ka ndarë pamjet nga procesi i asfaltimit të rrugës Marka-Tomaj Autostrad, një segment me gjatësi rreth 2.2 kilometra, i cili tashmë ndodhet në fazën e fundit të punimeve. Investimi, nisur pak javë më parë, pritet të përmirësojë ndjeshëm kushtet e lëvizjes për banorët e zonës, duke krijuar një lidhje më të mirë me aksin kryesor rrugor dhe duke lehtësuar qarkullimin e automjeteve. Ndërhyrje po kryen edhe në lagjen Sera në Zejmen, ku po punohet për rehabilitimin e rrugës dhe përmirësimin e aksit për banorët. Të dyja ndërhyrjet janë pjesë e programit të Bashkisë Lezhë për rehabilitimin dhe asfaltimin e rrugëve rurale. Ky projekt synon të përfshijë gradualisht zona të ndryshme të territorit, duke përmirësuar lidhjen e fshatrave dhe lagjeve me qendrat administrative dhe akset kryesore kombëtare. Investimet në infrastrukturën rrugore janë shtrirë në çdo njësi administrative, me fokus të veçantë në rrugët që kanë rëndësi për lëvizjen e përditshme të banorëve dhe lidhjen e zonave rurale me pjesën tjetër të territorit. Përmirësimi i rrjetit rrugor shihet gjithashtu si një element i rëndësishëm për zhvillimin e zonave rurale, pasi lehtëson transportin, aksesin në shërbime dhe lëvizjen e produkteve bujqësore drejt tregjeve.